Përshëndetje Avdullah. Oh, ditë e re, mesazhe të reja. Sot është 1 prilli, dita e rranave, po besoj që askush më shumë se LDK-ja nuk do të donte që gjithçka të ishte gënjeshtër. Por për fat të mirë ose të keq të partisë, ky është një realitet. Për ta po besoj i dhimbshëm. Reporteri e çoi pesh opinionin publik me publikimin e mesazheve të brendshme të LDK-s mes anëtarëve të kryesisë për hajnitë e skemat të organizuara kriminale lidhur me votat e diasporës. Ta kemi të qartë, skemë kriminale nuk po i thamon. Kështu i dhanë emër vetë kokat e LDK-s. Kujtim që dja emrin nuk është manipulim, është skemë organizuar kriminale. Thandër të tjerash edhe Arbengashi njëjtë si Shkëm Manaj. Po si duket, Shkëmbit i ka pushu kjo dhimbje e nuk ka më kohë për hajni se është e nxehtë karrikën e nën kryetarit. Hej, ato ju kish mbyll goja secilit nëse kish pas karriga edhe për ta? Nejse. Pas publikimit të bisedave, pas do ore, dje ka reagua dhe Lumir Abdigjiku, kryetari i partisë, ku komunikimet i cilësoj si sulme të sinkronizuara ndaj LDK-s. Bile si me rrotlla, tha që partia po shantazhohet prej PDK-s e vetëvendosjes. O zotri, të kujt janë ata që kanë shkruar në Viber e në WhatsApp? A mos kanë ndonjë ndonjëri nga shtëpia e lidhjes se po i mban me zore nuk po e dim? Rrini të qetë, tha, LDK-ja është e fortë, kur më bashkë se sot, po në qoftë bashkallëk që kjo ka trahur, unë nuk e di. Nejse, Abdigjiku ndryshe shkrui për popullin në Facebook e ndryshe në Viber. Pse bre zoti Abdigjiku s'po kallëzohesh ferë, na detyrove me publiku mesazhin tënd. Po ty be malete kishte pas me pasqit si screenshot. Përshëndetje Avdullah, tha Abdigjiku në mesazhin e tij, unë po them. Përshëndetje Lumir, qysh bre, a bashkë hiç nuk taniti për vjedhjet e votave, a legjitimohet hajnia mëre? Ngani. Kryetari Abdigjiku është i brengosur vetëm për votat e partisë. Jam i interesuar që LDK-ja të fitojë mandatin e 21. Këtë çështjet e tjera janë luks momental, të cilin edhe nuk habitem që e keni. Qysh bre, a luks duket halli njerëzve të mat afër që po të raportojnë për vjedhje brenda shtëpisë juaja? Edhe një me ju që jeni anku, pse nuk ja keni marrë parasysh lutjen për me kursy Lumirin për ironive tuaja? Këshirni pak mesazhin edhe gjykoni ju vetë. A duhet të dorëhiqet Lumir Abdigjiku? Komentoni. Edhe për ma shumë, hyni në reporteri.net për mu informu më detajisht lidhur me bisedat ekskluzive të Viberit e WhatsAppit. Keni çka me pa.